realisht njerëzit janë ekonomikisht aty ku meritojnë të jenë dhe aty ku duan ata të jenë. Pra nëse dikush do të ndryshonte jetesën e tij, do ndryshonte. Por mendoj për shembull që nëse unë do isha një gocë ose pa marr rastin tim. Nëse ti do ishe një gocë. Jo, nëse do isha një gocë me shumë e pasur do thoja, por duke qenë se nuk jam shumë e pasur, por do bëhem shumë e pasur, duke qenë se kam këto mundësi që kam tani, që mi ka plotësuar familja ime, nuk do doja dhe do preferoja që të lidhesha me një çun që nuk mund të më mundsonte, të paktën sa që kam. Blerta tha, nuk funksionon lidhja, tha, kur femra ka më shumë lekë se mashkulli. Po nuk funksionon se është inferior. Jo vetëm nuk funksionon se ai ndihet keq edhe fillon. Po pse ndihet keq? Gjithmonë dihet botërisht që mashkulli është ai që duhet të ketë më shumë. Po se kështu jemi rrit ne, babin kam pa dhe ata. Edhe meshkujt intimidohen kur femra ka më shumë. Po pse siç duhet intimidohet kur ka më shumë? Dhe të tërhiqet është mendimi im personal, sepse unë nuk mendoj që një mashkull do quhet plotësisht mashkull nëse nuk do ishte mjaftueshëm i aftë për të mbajtur familjen në këmbë. Unë jam shumë dakord që do të punojnë të dy, të kontribuojnë të dy. A nuk mendon ti që sot është shumë kjo ideja e 50-50, pra nuk është më duhet të provide mashkulli, duhet të siguroj mashkulli për familjen dhe unë ç'do bësh? Jo, unë nuk po them që unë të rri në shtëpi dhe ai të silli lekë në shtëpi. Po them që në fund të ditës është ai që duhet të ketë pak më shumë ose të paktën njësoj sa femra. Që tani ndaj më do jetë më i pasur atë. Unë thjesht mendoj që nëse për shembull time nuk do pranoja të isha me një çun që ka më pak lekë se çka mund. Se çka mund të pak sa në dashuri për shembull. Po dashuri janë gjitha ato, jo sot për sot dhe për nesër. Po a nuk mendon ti që njeriu duhet të shohësh ambicien edhe çfarë vizioni ka për jetën e vet se sa ti shohësh lekët momentale? Unë e thash në fillim, nuk jam dakord me një disnivel shumë të madh ekonomik, se nuk jam nuk ka të bëj fare të lekët. Se po të dëgjoj edhe kam qenë që të dëgjoj. Unë mendoj që ai nuk do ta ngrej kur kokën në marrëdhënie. Pra, do ndihet aq i shkel. Po i shkelur është, kur nuk ka edhe kjo do sjellë gjithë ato problemat e veta, se i bie që ai domethënë nuk mund, do ndihet shumë poshtë. Edhe unë njoh është një make-up artist shumë e famshme shqiptare që ka domethënë burri vet ka lënë punën edhe është në shtëpi, është një baba që rri në shtëpi, ka qenë muzikant edhe ajo është provideri, ajo bën shumë lek. Dhe ai është shumë okay me këtë fakt. Pra, unë mendoj që edhe ne kemi këto mendimet tona që janë tradicionale, mendoj që me kalimin e kohës, siç po vin punët, femra është fuqizuar shumë si qenie dhe mendoj që në këtë pikë meshkujt mund të jenë si aksesor, është mohabet tjetër ai që të jenë si aksesor, që ti të dalësh vetë për veten tënde, që me këtë jam shumë dakord. Është mohabet tjetër bëj lekun e kam qef të tipin. Du të rri me këtë, më kënaq, më bën për të qesh, unë mund të bëj më shumë lek se ky, po unë kaloj shumë mirë. Kalon mirë 2-3 muaj, pastaj e bën si lolo, e nxjerr për jashtë. Unë mendoj që në një stad të caktuar të jetës, nuk po flas për kur je kështu me kokën e ajër dhe ti mendon që mund t'i bësh të gjitha. Prandaj po them. Leku mund të jetë i pari që vlerësohet. Por në momentin që ti je në një stad tjetër që ti mendon të krijosh familje dhe nëse ti te ky njeriu shikon ca vlera të tjera përveç lekut, mendoj që do bëje kompromis. Patjetër. Pra, nëse ky është njeriu i durë për cilin ti je shef si babain e fëmijëve tu, është njeri që të do e para, jo kompromisën ti nuk e do. Domethënë e do patjetër dhe ai të do, po ai ka më pak lekë se ty, unë mendoj që në këtë rast do ta bëje kompromisin që nuk do doje të shikoje shumë atë sa lek ka, po ç'a mund të bëj ai për ty, ç'a të jep ai ty, ç'a lloj njeriu është ai, se në jetë kur je më i vogël ti fluturon me preshë dhe thua dashuria, seksi etj, po kur ty të vjen jeta që shikon se sa gjëra ka, thua prit, ky njeriu a më respekton, a më do, a është babai i dur për fëmijët e mi, pra nuk mendoj që shifet vetëm leku në stat tjetër. Po nëse ai do i plotson të gjitha ato kushtet, por do ishte nga një shtëpi e varfër, do e pranoje? Po sa i varfër? Po për pas ka diskutim sa i varfër. Jo e mesme, punon sa i varfër? Me rrogën e muaj, se i varfër për mua është ai që nuk siguron dot të haj buk, jo i varfër. Se tani nëse ai merr 800.000 lekë, 900.000 lekë, 1 milion lekë, nuk e quhet dot të varfër. Po jo, nëse është pa punë nuk ka të bëj, ai konsideron se s'ka lekë. Nëse është pa punë, është i paaftë që nuk mund të gjejë një punë. Edhe nuk ka ambicie. Ti shef ambicien dhe vizionin që ka ky si njerëz, se nuk mund ta shohin të varfër nëse merr 800.000 lekë rrogë ose 1 milion lekë. 800.000 lekë nuk është varfër, po merr 400.
Po pse i merr pse i merr 400 është pa aftë gjë një punë. Sa vjeç është 40 vjeç dhe merr 400.000 lekë? Jo, se ka Po shumë probleme. 23, 24, 27. Po 23 vjeç dhe merr 400.000 lekë dhe nëse unë jam 23 vjeç, si drejtë do ta shohim këtu të varfër, do shoh premisat, çfarë po bën ky metën e vet, çfarë shkolle bën? A ka mbaruar shkollë, çfarë vizioni ka? Leku shihet, po leku nuk tregon vetëm a ke ti para për të ngrënë bukë apo jo, tregon me kë shoqërohesh, me kë rri, me kë stri, është rrethi që ti rri, tregon si has, si pi, tregon shumë për një person. Unë me këtë nuk jam dakord. E para edukimi në Shqipëri studentët e shkret edhe masi kanë marrë shkollën, po s'patë një mik përfundojnë call center dhe kamarier, sepse duhet avash avjo ai kanë ardhur nga rrethet, jo kështu. Tani ai shkreti ç'a të bëj? Nuk po flasim për student për moshën 20-22 vjeç, shkollën thashë dhe po krijon një karrierë avash. Ai mund të jetë super tip, të thoshti, po ky se un vim nga dy stresa të ndryshme, ndoshta ti si ka ecë në atë moment. Pra, si ka ecë, po nuk kam çfarë bëj më eci. Edhe unë duhet të hyj me dikë që i ka ecur si unë. Tani keq, jo, nuk e them fare, nuk është keq. Ai të gjeti kë që është në stresin e tij. Unë jam në moshën 21 vjeçare, kam marrë 2-3 gjëra me shtëpisë, pa shtëpisë muhabet tjetër. Jo, s'është muhabet tjetër. Jo, s'është muhabet tjetër fare, se sa po e the. Me shtëpisë ose pa shtëpisë ti thua që të ka ndihmuar shtëpisë. Ai tjetri të shtëpisë mund mos i ketë me fatin që ka të patur shtëpistate që të kanë rritur ty. Unë do gjej dikë, nuk e bën atë një njeri më të mirë ose më të keq. Nuk po them që njëri i keq, që thjesht nuk mendoj që për t'ia heshur atij të drejtën, për ta njohur. Pra ti mund të kesh atë, mund ta kesh, ajo mund të jetë një lidhje që funksionon shumë mirë. Unë nuk jam materialiste. Jo, unë jam materialiste, thjesht nuk mund të rri me, po nuk jam materialiste. Nuk jam. Thjesht unë nuk mund të rri me dikë që më ofron më pak kushte ose nuk është në të njëjtën shtresë ekonomike, siç jam unë, saç më ofrojnë prindërit e mi. Po pra hajde ndajmë tani kush quhet i varfër dhe jo. Po nuk do dilte. Është relative Shqipëria ose Shqipëri. Po është hendek shumë i vogël. Në Shqipëri jemi. Është shumë i vogël midis. Po pra më thuaj ti mua në Shqipëri kush quhet një çun i varfër që ti nuk do ja varje se është i varfër dhe nuk është në shtresën tënde. Se kështu bëhet diskutimi, nuk bëhet në ajër. Po pra dikush që punon dhe merr më pak se unë, për shembull. Po ai merr sot më pak se ty. Nesër ai mund të marrë. Po nesër do të rifishin nesër. Si mund ta mohosh ti atë të drejtën se merr sot më pak se ty? Ja mohoj se për momentin nuk është mjaftueshëm. Po për momentin është e gjatë. Po për çfarë specifikisht jam kurioze nuk është mjaftueshëm një femër 21 vjeç, për çfarë nuk është mjaftueshëm? Nuk është, për shembull, ai nuk e përballon ndoshta të hajë dark aty ku ha unë një dark dhe e paguaj. Po ti një dark që se paguaj. Po përballon dot, me 400 lekë në muaj përballon dot. Po se me të gjithë në Shqipëri sot nuk është se po i përballojmë. Ku do të hashti në restorante që hahet Tom Honku 200 euro? Përballoj do të hajë dark aty ku hati, e kështu që muhabet tjetër ai shive këtë vetja problem. Jo pra se kështu bëhet diskutimi, nuk bëhet diskutimi që i varfër, sa i varfër është. Jo pra jo, nuk problem, unë nuk ha në restorante që janë çon fatura 1 milion lekë në po çfarë darkës është i varfër, ti mund të varësh. Po ta marr ndryshe, unë ha në restorant 4 herë në javë, darkë 4 herë në javë. A është dikush javë më ndiki mua 4 herë në javë në restorant? Pse fakti që ti ha në restorant me mos ha 4 herë? Pse fakti që ti ha 4 herë në javë në restorant që ka standard që duhet ta ndjeki dikush? Mua më për mua unë do të ha darkë. Unë kam lekë, më falni se nuk dua të tregoj fondulle. Unë kam lekë sa të duash. Sa darkë sa dua unë. Nuk dalën ta darka 4 herë në javë. Kjo mua nuk më bën më të pasur dhe më mirë se dikush tjetër. Mo ti për ballon dhe nuk do. Tash jashtë. Po pra unë për ballonin standard ky është butallik. Për mua është, më nuk është butallik fare. Nëse është ndryshe të kesh, do të thuash unë nuk dal të ha 4 herë jashtë darka. Po ti thua unë dal me atë çunin që nuk më përballon mua të dal të ha 4 herë. Ai sa mundsi moj, të mos dinë mua 4 herë në darkë. Unë po ti çon se ky është butallik. Butallik për ty pse do dalësh. Të mos do të dalësh. Zjuarsi që del dhe shpenzon. Si ka me zjuarsin? Nuk ka lidhje me zjuarsin e lekëve. Çfarë lidhje ka unë? Dua të ha, dal të ha darkë 4 herë në javë. I ka çfarë tregon kjo për ty si individ që ke lekë? Po jo, këtë dua kaq. Ore, unë do të dalë 4 herë në darkë, 4 herë në javë jashtë. A është dikush me mua të vi 4 herë të ham jashtë bashkë? Kaq. Më fal. 4 herë të ti që do të dalësh 4 herë të hash jashtë në restorant. Unë nuk dua unë dal. Kjo për ty të lutem afruaj. Çfarë tregon? Dal që dua të ha jashtë në të vëllai që pëlqen të ha. Më fal, jo, unë do ta vazhdoj këtë diskutim. Pse nuk të pëlqen të shkosh tash në shtëpi për shkakun, po do të patjetër të shkosh tash jashtë. Pëlqen ushqimi. Jo, pëlqen ushqimi moj. Ato ushqimi unë se do të ushqimi. Edhe unë kam lekë, paguajm shumë mirë. Moj është ndryshe, është ndryshe ta në shtëpinë, më bën kjo mua më Moj ti ke opinion, ti thua
unë do të i ta ha në shtëpi, është dëshirë. Ajo ke po thotë mundësi që pra, jeta po i që ke du të mundësi. bëj unë është që të kem këtë lloj jete dhe ai mua nuk më ndjek dot hat pas Është hapi. port me rigon. Po s'është ajo që më tash nuk ka hajt para, mërshme. sepse kjo ti ke ndodhet lek në një nuk do, stad unë jete. kam dua ta ha. Është më bëri të duash apo unë s'duash. Po ç'a A ke tregon, mundësi, a ke Po mundësi të tregon pra. paktën të merrje shembullin, unë dua të iki një herë në muaj jashtë shtetit me pushime se sa ta ha 4 herë në javë Po restorant. është realja, Ndoshta është ai- Po realja. ajo aty i rritë e ngrëna. Po Ashtu ç'a është realja, moj. nuk tregon fakti që ti ha 4 herë në javë në restorant që je e pasur ose jo. Mo nuk ka lidhje me pasur, mo është mundësi. Unë mund të shoh me pasur. Po nëse ai e ka Ua. mundsinë, edhe nuk do të hajë Është mua, 4 pra, herë. këtë po thënë Blerë se po kupton. Është mua Po, po, tjetër të kuptoj shumë duash, mirë, po, dhe mos të vendos ty të duash. bani Dhe realiteti, tjetër të moj. kesh mundësi, po mos kesh mundësi. Ndonjëherë nuk duhet të jesh kaq i sertë dhe të japësh mundsinë dikujt ta njohësh dhe nëse ai ka Me këtë situatë. Nuk është tek e njohja, puna është një person, unë nuk do mendoj sot dhe se ndodhi ose të shkoj ambicia e tim pas 10 vitesh. Ai mund të jetë i varfër sot, bëhet miliarder pas një viti, mund të jetë miliarder sot, ngel pa buk nesër. E kuptoj. Këtë nuk e mendoj unë fare. Zero. Po, nuk është gjë e parë që duhet të shohësh se një njerëz sa ai mund të dali komplet, nuk këtë gjë mund ose jam Që unë nuk po flas për dikë që ka marr lek dhe është bërë me lek nga droga ose nga punë të pista. fusin fare Po marr ato në po marr për llogaritje. njerëz që janë rritur në një standard. Sepse ka të bëj shumë, si kultura, Gjys. si e folura, si edukata, si të Po gjitha. ka të bëjmë sepse unë nuk mund të lidhem me një çun që vjen nga kjo shtresa dhe tani do takohesh do të prezantosh shtëpisë do të komplet. Pra ti shkoni takon ata te një, ku ta di unë, Pikërisht pra. te një pallat mbretëror dhe ata vinë në apartament. Nuk ka Pikërisht pra, sens. është kjo që unë do merresha as me një çun që ka më pak lekë se unë, as me një që ka shumë lekë se unë. Është e njëjta. Unë do ndihesha shumë inferior nëse do i merresha me një çun që shkon çdo fundjavë nga zbreth jashtë. Sepse unë s'e përballoj dot, dhe ndiem unë keq. Është e dyanshme, është reciproke, është reciproke. Megjithatë, unë mendoj që në këtë pikë ku kemi diskutimin, mënyra se si ti e thua dhe ndoshta e mendon, për mua, për opinionin tim, është pak e gabuar. Pastaj ndoshta tim do ta ndryshosh ose jo me kohën, Po po të pyes ti dakord që një gocë për është mua të është gabim- mesme të merret me një çun që jo, ka super lek Jess, shumë. se u agjetuam pak. Për mua është gabim që unë si gocë në këtë familje ku jam rritur me kaq të ardhura sa kam, të gjykoj një çun tjetër, a del ai të bëj, domethënë të haj ai 4 herë në restorant se duan teket Pa, mua jo, si si katër herë në shembull. restorant. Atë mora si shembull, moj, është Ose- kushtet e mia. Ose unë dua të shkoj të dal 2 herë në muaj jashtë shtetit, ky a më përballon, do të më nxjerrë ky muaj jashtë shtetit ose të dalim, se Po. mua më duket e cekët kjo gjë. Jo, nuk e cekët, sepse Shiko, unë do të kjo jem është jashtë shtetit, shtetit. kjo është shtetit, një sekond. Kjo Nuk e është mendoj shtetit. kështu, jo. Unë, domethënë, nëse unë jam një femër që më pëlqen të udhtoj, normalisht unë do doja që i dashurin të vi me mua, nuk po them ti më paguaj mua pushimet. Unë i paguaj të mia, ti pagun tuat, po unë nuk mund tiki gjithmonë me shoqërinë dhe ai mos di kurse nuk e përballon dot në këtë aspekt. Po. Nejse. I më i qartë tani? I qëndroj diskutimin që patëm, nuk për mua është cektësinë si ti në mirë të tani. parë. Jo, Po nuk është cekët moj, po do A të them mund nuk ta është bëhet, cekët. e shikoj ndryshe, nga nuk është para, cekët, pra, shikoj ndryshe, e shikoj ndryshe. Mirë, tani ne të dyja mbaruam, mendoj. Mbaruam ose jo. Oh, Të Penny. lexojmë pak disa nga opinionet që ndahen me ne, çunat dhe gocat tek faqja e pa manuali, tek Instagrami kur e hodhëm si diskutim. Tani, ajo çfarë mua më bëri shumë përshtypje dhe doja patjetër ta lexoja dhe ta diskutonin pak, ishte këndvështrimi i një çuni që thot, disa njerëz kanë trauma nga varfëria dhe vuajtjet që kanë kaluar dhe ti projektojnë ato trauma tek ty. Edhe sikur të bëjnë lek, nuk shërohet generational trauma, aq kollaj thot. Personalisht si çun, kam pas probleme me goca që vinë nga shtresa të tilla, sepse më duket sikur janë të babzitura, cinike dhe oportuniste. Pra, disniveli midis stresave. Djali thotë që eksperienca që kam patur me goca që vinë nga shtresa të varfra i duken shumë cinike dhe të babzitura, sepse ndodh që njerëzit që vinë nga këto shtresa që nuk kanë patur lek dhe e kanë trust issues me njerëzit që kanë lek, pra mund t'i duket tërkohën kanë pikpyetje në kokën e tyre sikur pse po ma bën ky këtë? Jo, më shumë ose se kur të i rast- ofrohen për më ta shumë se të rast ndihmuar. issues duken sikur ka mundësinë që të marrin nga ai person gjërat që nuk i ka pasur dot vet, mendoj unë. Edhe një çun tjetër kishte thënë që nuk funksionon kur çuni ka më pak lek se goca. O Blerta, dëgjove ça thonë edhe çunat vet? Do t'i Vet kalojmë çunat. prap, do t'i fillojmë prap. Po, dëgjoj ça thonë çunat vet një herë, çunat vet ça thon, pastaj ti ça Po thua. unë diskutova në parim nese. Po ç'parime, ka ngele parime më sot parime thon. Një vajzë thot, nuk ka të bëjë dashuria, po kanë edukim, kulturë dhe këmbvështrime të ndryshme, e kam të përjetuar dhe vet. A dhe kjo ndikon si që thash.
Po nuk është e njëjta gjë, po se kultura çfarë do të thotë për shembull me kur kanë kulturë të Tani, unë e mendoj kështu. Në mendjen time kur flasim për stresën e pasur në Shqipëri, unë e mendoj janë disa shkolla specifike që këto shkollohen, kanë atë shoqërinë e vet shumë të ngushtë, janë ato shkollat 10 veta në klasë, ne vim nga shkolla me 45 veta në klasë, a kupton? Pastaj është ikën në Angli ose në Amerikë, mbrojnë atë anglisht, shkolla është në anglisht gjithkohë. Tani, këta kur dalin nga ky rrethi vetë të njohin ty, nuk përshtatesh dot në muhabet, sepse ajo të thot kur janë ekskursion në klasën 3 të Paris dhe ti ishe unë isha në Pez. Në Pez kemi qenë. Unë isha në maksimumin te Kalaja Sarandës. Unë isha në Pez me firmë nga prindi, mrena ditës vetë ardhje. Që këtu, ajo është ka ikë nëpër muze që e vogël, ka kulturë tjetër ose ai, edhe ti tani je pak unë prapë jashtë. Unë prapë mendoj që këtu, të kjo që thua ti ka të bësh shumë mënyra se si të ka rrit prindi. Dhe kultura e lekut që të ka dhënë prindi. Sepse mua më ka ndodhur të punoj dhe të jem vërdall njerëzve që kanë shumë lek, dhe ti kem njohur të dyja anët e medaljes. Të njoh fëmijë që janë shumë të pasur dhe që sillen dhe as nuk e vënë duke fare lekun dhe të jenë shumë humble, që bravo i qoftë prindërve që i kanë rritur, dhe anën tjetër të medaljes që fëmijë që vinë nga familje shumë pasura dhe i shifja me çanta Louis Vuitton në dorë me pound dhe euro që i hidhnin. Po je duke ngatru prap konceptin e lekut. Po flasim për këto old money, për këto familje që ai ka me mbjemër me breza lek,